Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përposa Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Të nderuar vllazëni, në ligjëratat e kaluara i përmendëm së bashku disa pyetje që ja drejtuan Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sahabët me të vërtet janë të zgjedhurit e Zotit. Me të mirë e Zotit xhallashanuhu janë profetët, dhe me të mirë pas profetëve janë shokët e profetëve, dhe padyshim nga pasuesit e profetëve më të mirët janë sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Jetuan me të, mësuan nga ai, sakrifikuan nga vetja, familja, pasuria, që ndihmohet i dërguar i Zotit në përmirësimin e njerëzimit. Pyetjet të cilat sahabët ja kanë shtruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë të shumta. Edhe kjo pyetje është për atyre pyetje që është pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë unë në xhami me shokët e tij në Medinë, dhe një njeri erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha: o i dërguari i Allahut, kur do të ndodh kiameti? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ju përgjigj dhe nuk i tregoi këtij njeriu në këtë hadith, në këtë ngjarje, për kohën dhe shenjat e kiametit. Mirë po e pyeti dhe i tha: çfarë ke përgatitur për të? Ky njeri tha: nuk kam përgatitur për të një punë të madhe. Obligimet i kanë kryer sahabët. Mirë po thot: unë e dua Allahun dhe të dërguarin e tij. Do të përgatitja më e madhe pas shtyllat fesë islame, shtyllat besimit, është që unë e du Allahun dhe të dërguarin e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po i thot këtij sahabiu të nderuar: ti je bashkë me atë që e don. Enesi, transmetuesi i Islamit, shërbitori në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, tha: nuk kemi gëzuar asnjë ditë më shumë se që jemi gëzuar në atë ditë. Për arsye që fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: al mar'u ma'a man ahab, njeriu do të jetë me atë që e don. Enesi radhiyallahu anhu, i sahabët tha u gëzu, për arsye që dojmë Allahun, pastaj e dojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe kur do të ndodh kiameti, që është përfundimi i kësaj bote, dhe do të fillon bota tjetër, ringjallja, secili person do të jetë me atë që e don. E për atë Enesi radhiyallahu anhu dhe shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të jemi gëzuar më së shumti atë ditë, se secili po e din të ardhmen e tij në botën tjetër. Me vëllazëni, dashuria e sahabëve ka qenë dashuri e sinqert, e pastërt, e çiltërt për Zotin xhallashanuhu, pastaj për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Sakrificat e tyre gjatë jetës së tyre tregojnë se ata nuk kanë pas askënd para Zotit xhallashanuhu, pastaj para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
kur ju është kërkuar atyre të sakrifikojnë, kanë garuar, janë shtyrë se cilin nga ta do i paraprin të tjerve në kryen e veprës së mirë. Për atë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kërkon shokëve të tij në betejën e Bedrit, mendimin e tyre për ballafaqimin me pabesimtarët idhujtarët me kas, e të drejtë sahabiu i tha, nuk jemi na nga ai popull që të thojmë ty, siç i ka thënë populli Musaut alayhis salam, shko lufto ti dhe Zoti yt, ne do të qëndrojmë këtu të ulur, por të thojmë ty, shko ti me Zotin tënd dhe ne do jemi pas teje. Dashuria sahabe për Allahun xhaleshanu i ka shtyr që Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu të emigron deri në shtetin e Azerbajxhanit sodit për t'ia mësuar njerëzve fenë islame. Ayub al-Ansari radiallahu anhu, i cili e ka pritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për 6 muaj në shtëpinë e tij për ta përhapur fenë islame, ka vdekur pranë mureve të Stambollit. Sikur ata do të kishin pas një dashuri tjetër, përpos asaj të cilën e kanë pas, nuk do të kishin arritur feja islame për pak dekada ashtu që shka arritur. Sa që thuhet, ka arritur pranë mureve të Kinës në kohën e sahabëve për shpërndarja fesë islame. Sa shtete dhe sa shkolla janë ngritur për të përhapur dijen e Zotit. Se argumenti muslimanëve dhe muslimaneve është dituria. Profetët e tjerë kanë pas mrekullitë e kohrave të tyre dhe kanë përfunduar mrekullitë e tyre me vdekjen e tyre. Ndërsa mrekullia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ka përfunduar me vdekjen e tij. Për arsye që në mesin tonë kemi Kur'anin, pastaj e kemi hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe vazhdojmë me i pas këto mrekulli deri në ditën e gjykimit, nëse ne i përmbahemi diturisë, mësimit, besimit, praktikimit. Prej shejave që muslimanët dhe kiameti për cilën është pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që do të shfaqet dhe do të ndodh, transmeton gjithashtu Enes radiallahu anhu, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nga shenjat e kiametit është që dija të ngritet dhe ignoranca të ngulitet. Nga Shekiku ka thënë, isha me Abdullahin dhe Ebu Musan dhe ata të dy thënë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, para kiametit do të ketë ditë në të cilat zbret ignoranca, ngrihet dija dhe shtohen vrasjet. Gjithashtu transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, koha do të afrohet. Pasni për shet kiametit është se viti do të jetë një muaj, muaji një javë, java një ditë dhe dita një orë. Nga njerë kur ndahemi mes vetit dhe takohem pas një kohe, do shta kemi harruar se kur jemi taku. Mi po dikush e kujton atë ngjarje. Edhe kur e pyet, apo ju kujtohet kur jemi pa për herë të fundit në këtë vend, tronditemi kur dëgjojmë se ajo ai takim ka qenë para një vitit. Disave në mendjet e tyre duket para disa çaste. Dhe këtu po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, koha do afrohet. Dija do të tërhiqet. Do të shfaqen trazirat, fitnet. Do të hidhet kooperacia dhe do të shtohen vrasjet. Ibn Battali ka thënë, e gjithë kjo është një informim, lajmërim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për shenjat e kiametit. Dhe ne i kemi parë këto shenja, po thot Ibn Battali, me sy, dhe i kemi përjetuar. Dija është paksuar, ignoranca është faqur, kooperacia është hedhur në zemra, trazirat janë përhapur dhe vrasit janë shtuar. Ibn Hajeri
duke komentuar fjalën e Ibn Battalit, po thot: ajo që duket është se ajo që tha Ibn Battali dëshmoj ishte shumë, por ende ekziston e kundërta e saj. Qëllimi i hadithit është forcimi i kësaj gjendjeje, derisa të mos mbetet nga e kundërta e saj përveç gjërave të rralla. Kjo tregohet me shprehjen tërheqja e dijes, ngritja e dijes, largimi i diturisë, derisa të mos mbetet gjë tjetër përveç ignorancës së pastërt. Ekzistenca një grupi nga njerëzit e dijes nuk e pengon këtë, sepse ata në atë kohë do të jenë të mbytur në mesin e ignorantëve. Nëse Ibn Battali rahimahullah, kur ka meditu rreth këtij hadithi i cili ka jetu para shumë shekuj para neve, dhe e ka pa gjendjen në mesin e popullit të tij që po realizohet fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajeri po tregon ka prej sheja, mirë po ende nuk janë paraqit ato shejat e pastërta, ku me të vërtet dituria është mbytur përballë ignorantëve. Nëse ndalem, lexojmë, shiqojmë, meditojmë, dhënia hapësirës spjeguesve të fesë islame në vendin tonë dhe jashtë saj, nga shqipfolësit, hapësira e të diturve është jashtëzakonisht e kufizuar në krahasim me ignorantët, të cilët i kanë tyret e tyre hapur në çdo vend nëse dëshirojnë të flasin në emrin e fesë islame. Dërsa kur i flitet dhe i thuhet, përse nuk po i thirrni në emisionet tuaja profesor filanin, profesor filanin, profesor filanin, përgjigja shumë e thjeshtë. Nuk na duhen njerëz të mençur, të ngritur, të ndritur, për arsye se ata nuk janë lajm. Ata nuk janë referencë. Neve në nevojiten njerëz të cilët i bëjnë dom islamit më shumë se sa e ndihmojnë islamin. Njerëz të cilët bëjnë gabime që i tërë populli mirët me ta, me ditë, me javë, me muaj. E padyshim në kohën e sotit, kur jepen lloj-lloj dhe kërkohen lloj-lloj mendime, hapësira e jonë dhe e juaja, si dashamirës këtij vendi, dashamirës të njerëzimit, për botën njerëzore dhe për gjitha botëra tjera, si pasus profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, janë padyshim të kufizuar. Imam Kurtubiu ka thënë, thënia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga shenjat i kiametit, do të thot nga shenjat e afrimit ditës kiametit. Tash më ka kaluar fjala për shenjat, dhe sa ato ndohen në ato që janë nga lloji i gjërave të zakonshme dhe në ato që nuk janë të tilla. Madje janë të pazakonte, të bindatyshme, siç do të vijë nëse do Allahu i madhruar. Do thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që dija të ngrihet dhe ignoranca të shfaqet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar mënyrën e ngritjes së dijes dhe shfaqjes së ignorancës. Në hadithin e Abdullah ibn Amrit, në se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu nuk e ngrit dijen duke e shkulur atë nga njerëzit, por dija ngritet duke marrë nga kjo botë dietarët. Prej kohës kur kemi fillu me u thellu në dituri, sidomos në botën arabe deri në ditën e sotit, jemi dëshmitar të shumë profesorëve tanë, të cilët kanë qenë nga ata që me të vërtet kanë kontribu për përhapjen e disë në mesin e studentëve tyre, në mesin e shoqërisë tyre, në mesin e gjuhëfolësve të tyre, dhe librat e tyre janë përkthyer edhe në gjuhën tonë dhe në gjuhë tjetër të botës, kanë vdekur me dhjetra dietarë të mëdhaj, që kanë qenë referencë për muslimanët, anë e kënd botës. Hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku po thotë dija bi qabdil ulama, do thotë me vdekjen e dietarëve. Dhe vdekja e dietarëve është fatkeqësi e madhe.
Për arsye që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vjen një kohë hatta la yabqa alim. Derisa do të vjen një kohë nuk do të ketë dietar. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. I kanë marrë njerëzit për vendosjen ballë përgjigjet fesë për me dhonë mendimet e fesë. Fesuilu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pyeten. Fa'aftau bighayri ilm, kanë dhënë përgjigje pa dituri. Kanë humb vetë dhe i humbin të tjerët. Kjo është tekst i qartë, thot Kurtubiu, se ngritja e dijes nuk bëhet duke fshirë atë nga zemrat, por me vdekjen e dietarëve dhe mbetjen e ignorantëve, të cilët marrin përsipër pozitat e dietarëve në fetva, dhënie mendim fetar dhe mësimdhënie. Ata i japin fetva përgjigje me ignorancë dhe e mësojnë të tjerëve atë. Kështu që ignoranca përhapet dhe shfaqet. Kjo ka ndodhur dhe është gjetur sipas asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka informuar. Dhe kjo ishte një nga provat e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Veçanërisht po thotë në këto kohëra, sepse shkolla dhe dhënia fetva janë drejtuar nga shumë ignorant dhe të rinj, sepse ata që meritojnë atë fushë janë ndaluar. Megjithatë në librin e Imam Tirmidhiut, nga Xhubeir ibn Nuferi, nga Abu Dardaja, vjen ajo që tregon se ajo që ngrihet është veprimi. Abu Dardaja radiallahu anhu ka thënë: ishim me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ai ngriti syt nga qielli, pastaj tha: kjo është koha kur dija u vidhet njerëzve, derisa ata të mos jenë në gjendje të kenë asgjë prej saj. Ziyadi tha: si mund të na vidhet ajo, derisa ne kemi lexuar Kur'anin. Për Allahun ne do ta lexojmë atë dhe do të mësojmë Kur'anin grave dhe fëmijëve tanë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam drejtua dhe tha: "Thakulet ka umme ya Ziyad." Thot, unë të konsideroja nga dietarët e Medinës. Tevrati dhe Injili janë të çifutët dhe të krishterët. Por çfarë dobi ju u sjell atyre? Abu Dardaja tha. Pastaj takova Ubadet ibn Samit dhe i thash: a nuk dëgjon çfarë thot vëllait Abu Dardaja? Dhe informova atë për atë që tha Abu Dardaja. Ai Ubadja tha: Abu Dardaja ka thënë të vërtetën. Nëse do të tregoj për dijen e parë që do të ngrihet. Ajo është devotshmëria, frika ndaj Zotit xhaleshano. Gati që të hysh në xhamin, që me të vërtetë të bëhen njerëzit shumë dhe të mos shohësh në xhami asnjë njeri të devotshëm. Tirmidhiu tha: ky është hadith hasan, e ka transmetuar edhe Nesaiu nga hadithi Xhubeir ibn Nuferi, nga Auf ibn Malik al-Ashja'i, nëpërmjet rrugëve të sakta. Pamja e jashtme e këtij hadithit tregon se ajo që ngrihet është veprimi me dije, jo vetdia. Kjo është në kundërshtim me atë që duket nga hadithi Abdullah ibn Umerit, sepse hadithi Abdullah ibn Umerit është i qartë në ngritjen e dijes. Thot Kurtubiu them: nuk ka mos përputhje mes tyre, sepse kur dija zhduket me vdekjen e dietarëve, pas tyre vijnë ignorantët, japin fetva me ignorancë dhe veprohet sipas saj. Kështu që zhduket dija dhe veprimi, edhe pse Kur'anat dhe librat janë në duart e njerëzve, siç ndodhi me itharët e dy librave të Tevratit dhe Injilit. Para nesh, prandaj i dërguari i Allahut i tha Ziyadit sipas asaj që kanë transmetuar Imam Nesaiu, të hum nëna jote o Ziyad, shiqo, Tevrati dhe Injili janë të çifutët dhe të krishterët. Kjo sepse kur dietarët e tyre u zhduken, ignorantët e tyre erdhën pas tyre, ata e shtërmbruan librin dhe nuk i kuptuan kuptimet, vepruan me ignorancë dhe dhanë fetva me të. Kështu që u zhduk dija dhe veprimi dhe mbeten vetëm kopjet e librave, të cilat nuk bëjnë dobi asja. Vëzni, fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Që mbeten kopjet, mbeten librat. Cili që është prezent, ata të se do ndëgjojnë. E pyes veten edhe juve dhe ata. Kur ka qenë hera fundit që është hap Kurani mu lexu me shtutje teorinë? Kur ka qenë hera fundit që është hap në familje një libër do lexu së bashku? Kur ka qenë për herë të fundit kur është përsërit ato të cilat i mësojmë, i dijmë nga surat e Kuranit? A ka mundësi që ne, me kalimin e kohës dhe mos përsëritjet e mësimet fesë islame, dhe sidomos ato të cilat i praktikojmë gjatë ditës dhe natës nga surat e Kuranit, a jemi duke i thonë ashtu që kemi mësuar para disa viteve para hoxhallarëve tanë,
apo ka mundësi ka hy diçka që e ndryshon kuptimin e fjalëve, dhe me ndryshimin e fjalëve e hupim edhe vlerën, pranimin e namazit. Ishim me një xhami për xhamive gjatë studimeve, hoxha e xhamis me muezin e xhamis mundohen me e pa cilësinë e xhamatit dhe përsëritjen e xhamatit se sa herë po i hapin Koranat. I vendosin Koranat kështu që kemi vendosur na në fillim të xhamis. Të nderuar xhamat, që 6 muaj ditë këta Korane e në vendos këtë vend, askush nuk i ka hapur me lexuar një fjalë. E ajo që është më e keqja, ne si xhallat që hymë në shtëpi, familje kur na ftojnë, shohim gjëra që me të vërtet zemra coptohet. Fatkeqësia më e madhe që kemi pa në një shtëpi për shtëpive është që e kishin marrë Kur'anin, e kishin dërgu të gjam prerësi dhe e kish prej gjamen e kish izolu që edhe nuk ish lënë gjam apo qelës apo derë me qelë, mi po kish vendos në dhomën e vetë për bereqet, për të largu mësyshin, për të largu këto dhe atë. Të gjitha këto vepra të cilat ata i kanë pretenduar nuk kanë bazë të fenë islame. Kurani është mu lexu, Kurani është mu mësu dhe pastaj mu praktiku, dhe pastaj të praktikoj me i thirr të tjerët në të. Me ja spjegu, ne nuk kemi pas asnjëherë libra të fesë islame më shumë si në kohën tonë. Mirë po thëmë i përgjithësinë më të madhe. Nuk kemi pas asnjëherë në shumicën e xhamive të vendit tonë që kur hoxha mungon, nuk ka hoxh adekuat, në thoj za hoxh, xhamatli i cili është i dijshëm me zaventsu hoxhën namazin e akşamit apo të yatsis. Nuk ka hoxhallar në vendin tonë, nuk ka pas hoxhallar, më shumë se ka në kohën tonë, në vendin tonë, të cilët i kemi hafizat e Kuranit. Mirë po nuk ka pas ndoshta një kohë më të madhe se në kohën sot, që shumë xhami në qoftë se mungon hoxha, ka për atyre xhamive që xhamati falen veç e veç, për arsye se nuk e kanë asnjë xhamatli i cili është i aftë me i pri xhamatit namaz të akşamit apo namaz të yatsis. Se ndrek e një gjindi nuk ka problem. Për arsye se xhamati nuk e ndëgjojnë elhamin me za dhe surët me za. Mirë po ndëgjojnë vetëm fjalën Allahu Akbar, semi Allahu limen hamida dhe selamin në fund. E për atë fjala profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kopjet mbesin. Ne i kemi kopjet, i kemi injëzimit, i kemi videot, i kemi hoxhallar. Mirë po, sa është interesimi jon me i mësu ato të cilat ne kalon Allahu xhalla shanu. Imam Nevaviu thotë, ky hadithi e Abu Dardas e sqaron se qëllimi i largimit diturisë në hadithe me bashkë absolute nuk është fshija e saj nga zemrat e mumërizuesve të saj. Por kuptimi i thjeshtë se bartësit e saj vdesin dhe njerëzit marrin për veti ignorant që gjykojnë sipas ignorancave të tyre, pra ata devijohen dhe devijojnë të tjerët. Ibn Hajar rahimullah ka thënë. Thënia e Imam Buhariut, kapitulli ngritja e dijes. Qëllimi i kapitullit është nxitja për të mësuar dijen, sepse ajo nuk ngrihet përveç se me vdekjen e dietarëve, siç do të vi qartë. Dhe për sa kohë që ekziston dikush që mëson dijen, ngritja e diturisë nuk ka ndodhur. Në hadithin e këtij kapitulli është bërë qartë se ngritja e saj është nga shenjat e kiametit. Thënia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që dija të ngrihet, qëllimi me ngritjen e saj është vdekja e bartësve të diturisë. Imam Es-Sefarini rahimullah thotë, gjatë fjalës për llojet e shenjave të kiametit, ka thënë, e dyta shenjat e mesme, të cilat janë ato që janë shfaqur dhe nuk kanë mbaruar, por janë duke u shtuar dhe shumuar, dhe ato janë shumë të shumta. Nga to, ajo që gjendet në Sahihun e Buhariut dhe tek tjerët, nga hadithi e Enesit radhiyallahu anhu sa i tha, atë mos ju tregoj një hadith që kam dëgjuar nga i dërguari i Allahut, që nuk ju ja tregon askush tjetër përveç meje. E dëgjova të dërguarin Allah duke thënë, nga shenjat e kiametit është që dija të ngrihet, ignoranca të shtohet, kurveria të shtohet, pirja e alkoolit të shtohet, burrat të paksohen dhe gratë të shtohen, derisa për 50 gra
të ketë një kujdestar të vetëm. Dhe padyshim që shumica nga këto shenja që i ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka transmetuar Enesi radhiyallahu anhu në vendin ton dhe në vende tjera, të gjitha janë shtuar, por ende nuk ka arrit e fundit derisa për 50 gradë të ketë një kujdestar të vetëm. Dhe pra për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka përmend në hadithet që i cekën pak më herët, kur do të ketë trazira, do të ketë vrasje, ne e dim se ata të cilët ballafaqohen me trazira dhe ata të cilët do të vriten, janë gjinije mashkullore për arsye se ata do shkojnë në vijën e parë, që ta mbrojnë derin, ta mbrojnë fejen, ta mbrojnë familjen, ta mbrojnë pasurinë. Sheikh Hamud al-Tuwaijiri ka thënë, sa i përket dijes së trashëguar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, pasuesit e tyre dhe imamët e dijes dhe udhëzimit pas tyre, shumica e njerëzve e kanë braktisur atë rrugë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe janë të pakët ata që e dëshojnë atë dituri dhe të pakët ata të cilët kujdesen për atë dituri. Vëmendja shumicës është drejtuar nga gazetat dhe revistat dhe të ngjashme me to, nga të cilat shumë prej tyre përmbajnë ignorancë të pastërt, e cila tashmë është faqur në kohën tonë, është ngolitur dhe është përhapur në lindje dhe perëndim të tokës, në masën më të madhe, dhe është përndar midis elitës dhe njerëzve të thjeshtë në masën më të madhe. Shumë njerëz janë dhënë pasaj dhe kanë quajtur atë dije, kulturë dhe përparim. Dhe kush kujdeset për të është, sipas tyre i kulturuar dhe edukuar. Marrëzia dhe mashtrimi i disa budallënive ka arritur deri aty sa ata që kujdesen për shkencat islame i kanë quajtur reaksionar. Dhe librat e dijes së dobishme i kanë quajtur librat e verdhë, për t'i nënçmuar dhe për t'i larguar njerëzit prej tyre. Sheikh Ibn Bazi ka thënë nga shenjat e kiametit janë shtimi i kooperacisë mes njerëzve dhe doshtëngrimi, si dhe paksimi i dijes, shtimi i ignorancës, përhapja e mëkateve dhe shfaqja e mëkateve në vende, e gjithë kjo është nga shenjat e përhapura të kiametit, të cilat nuk janë shenjat e mëdha. Sheikh Uthemini thotë në komentin e hadithit, kur çështja i besohet dikujt që nuk e meriton, atëherë prit kiametin. Ka thënë lidhja këtij teksti me librin e dijes është se besimi i çështjes dikujt që nuk e meriton ndodh vetëm kur ignoranca mbizotron dhe dija ngritet, dhe kjo është një nga shenjat nën kuptimi i tij është se për sa kohë që dija ekziston, çështja është e gjerë dhe kiameti nuk do të ndodhë. Lutim Zotin xhelashanu xhela xhelaluhu që të na bëj prej atyre që me të vërtet kujdesen për mësimin e diturisë islame, për atyre të cilët atë të sen e mësojnë e praktikojnë, për atyre të cilët atë të sen e mësojnë e praktikojnë të tjerë o mësojnë. Vllazni, a ka sen maknesi në ditën e gjykimit, kur do dalim para Allahu xhallashanuhu me të përgëzu i madhi Zot se ti e bon shkaktar për udhëzimin e këtyre personave, qofshin nga familja, qofshin nga shoqëria, dhe kanë pas me ken prej banorëve zjarrit xhehenemit, po diturinë të cilën ja ke përcjellur ti atyre, dhe ata kanë besu dhe kanë praktiku, ka qenë shkak me shpëtu nga zjarri i xhehenemit dhe më fund xhenet. Lutim Allahun xhallashanuhu me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na shton diturinë. Për arsye që Allahu xhallashanuhu nuk e ka urdhëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me asnjë lutje tjetër në Kur'an përveç se i ka thonë Allahu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Zoti im më shto diturinë. Elusim Allahun xhallashanuhu me na shtu diturinë. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.